I fundit. Lutem zoti Balla. Dakor. Dhe nëse do të zbatosh, unë të sfidoj, Sali Berisha, unë të sfidoj. Sot pas dite shkon protest. Shkon do të protest. Provoje po ta mbajti. Ndërkohë që personalisht nga ana e protestuesve meritoj një falënderim sepse kam kontribuar për një prej kërkesave të protestuesve. Protestuesit ton Sali Berisha në burg, unë e kam bërë një kallëzim për ty. Dhe i ftoj protestuesit ta marrin në shqyrtim. Ej, qesharak më të mëdhenj, e mbani mend, ditën e parë të protestës, i quajte sikur i kemi nxjerrë ne protestuesit. The kështu apo jo? Ditën e dytë protestës the që je kundër protestës. Ndërkohë që sot del zotrote, jam përfaqësues i protestës. Edhe t'ju them të drejtën, pash një gjë shumë qesharake në Bruksel, se pas dhe disa që tha, kemi ardhur këtu në Bruksel për të sjellë kërkesat e protestuesve. O kush ju ka mandatuar ju njerë? Në marrëdhënie me ata djemt e vajzat, ne s'kemi nevojë për ty për interlokutor. Ta dish të. Fare, i fundit, je ti që mund ta bësh ne ndërmjetësin me protestuesit. Prandaj, ulu këtu, uli edhe këta se le nam. Faleminderit shumë. Zoti Balliu, se ju lutem uluni, vijojmë seancën. Zoti Balla foli në 2 minutshin që jep rregulloria për si folës kundër propozimit. Pro dhe kundër, kaq. Tani kalojmë në votimin e propozimit të grupit. Jo, nuk ka replik këtu sepse nuk jemi. Po nuk jemi në diskutime, zoti Noka, nuk jemi në diskutime. Jemi te fjala pro dhe kundër. Ju lutem zini vendet. Zini vendet pra se s'merret replika me forcë. Po pra. Ulluni ju lutem. Le tani mos e teprot, lutem. Ulluni ju lutem. Sa po të përfundojmë me votimin e propozimit, kalojmë te pika tjetër dhe keni hapësirën për procedurë ku jeni regjistruar të flisni. Ulluni ju lutem. Ulluni. Kur të kesh mundësin të vish të drejtosh seancën, zoti Noka, drejtohe si ta mendosh ti. Sot të lutem ullu. 2 minuta replik, zoti Berisha. Ulluni. Tani, lidhur me ato që tha parafolsi, e garantoj çdo shqiptar